Paraditën e së hënës shkoi në komunën më veriore të Republikës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti vizitoi fillimisht zyrën e postës së Kosovës të hapur Rishtazin në Leposaviç, që është e katërta në këtë pjesë të vendit. Ka shtrirje territoriale gjithandej anë kënd komunave të Kosovës dhe për brenda komunave edhe në zonat të cilët janë më larg prej qyteteve e qytetave. Më pas qëndroi në zveçan tek posta, e më vonë gjatë ditës shkoi në Obiliç për të parë, siç tha, fillimin e punimeve për modernizimin e njësisë BD të termocentralit Kosova B në Kek. 56.5 milion euro në modernizim turbinave i investon vetë Keku, prej çfarë do të kemi shtesë prodhimtari të energjisë prej 600 gigawatt orë. Por në asnjërin vizit nuk foli për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, e as për atë nëse shtrimtimi prej 16.1%, që me 16 prill morri aminin e zyrës rregullatorit të energjisë, do të vlejë edhe në veri. Ishte pikërisht ZRE që në një deklarim për Kosova Press thanë se rryma në 4 komunat që banohen me shumicë serbe do të jetë me çmim të parritur. Nëse pyetja ka të bëjë me 4 komunat veriore të vendit të cilat aktualisht furnizohen nga Elektrosever, atëherë këto tarifa nuk zbatohen në atë pjesë të territorit, për shkak se Elektrosever operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhënie tarifore janë të ndryshme. Por lajmi me këtë informat nxiti reagimin e ri të ZRE-s, në të cilin kjo zyrë demantoi veten duke thënë se tarifat e reja të para 12 ditësh vlejnë në tërë territorin e Kosovës. Tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operimit të sistemit dhe operimit të tregut, si dhe tarifat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes, të cilat tarifa janë të detyrueshme për të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe furnizuesin e energjisë elektrike Elektrosever. Banorët kosovar të veriut që kanë paguar rrallë ose korr rrym, asnjëherë nuk janë ankuar për çmimin e saj. Ata të jugut po, duke organizuar edhe protesta kundër shtritimit.